SPAK ka futur në panik politikën. Përveç përgjimeve, prokurorët po përdorin një metodë tjetër shumë efektive në zbulimin e aferave, atë të sekuestrimit të telefonave. Agentët e BKE kanë bërë vizita blitz në shumë ministri, drejtorie e institucione dhe shumë drejtorëve e funksionarëve u janë sekuestruar celularët, kompjuterët apo pajisjet të tjera digjitale. Në raportin vjetor të vitit që lëm pas të SPAK, të siguruar nga pamfleti, jepen detaje mbi këtë metodë hetimi. Sipas SPAK janë sekuestruar në total 535 telefona celular dhe aty janë gjetur mesazhe, foto e prova të tjera komprometuese. Po ashtu janë sekuestruar kompjutera, DVD dhe pajisje të tjera digjitale. Gjatë vitit 2024 në sektorin e ekspertizës kanë ardhur për ekspertim 400 vendime ekspertimi për 841 prova digjitale dhe konkretisht për 553 telefona celular dhe tablet, 110 kompjutera, 16 DVR dhe 162 prova të tjera digjitale, hard disk USB, kartë memorie, CD, DVD e të tjerë, thuhet në raport. Sekuestrimi i telefonave është një metodë që ka alarmuar politikën. Pjesa dërmuese e ministrave, deputetëve dhe funksionarëve kanë asgjësuar telefonat e vjetër, po ashtu të gjithë po përdorin aplikacione me shkallë të lartë sigurie. Duhet të theksojmë se BKH i sekuestroi 6 telefona Monika Kryemallit dhe fal tyre u gjetën prova të forta që çuan pas hekurave Ilir Metën.